Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Alianca për shqiptarët vlerëson se situata e krijuar në Gostivar pas problemeve me furnizimin me ujë po shkon drejt normalizimit të plot. Opozitaria shqiptare vlerësoi se shtabet e krizës në nivel qendror dhe lokal po funksionojnë në mënyrë efikase. Sipas Aliancës për shqiptarët, Komuna e Gostivarit po bashkëpunon ngushtë me institucionet kompetente dhe ka vënë në dispozicion të gjitha kapacitetet e saj për tejkalimin sa më të shpejtë të situatës. Alianca për shqiptarët u bëri thirrje të gjithë subjekteve politike të mos e shfrytëzojnë situatën për përfitime politike në kurisë të qytetarëve. Koalicioni qeverisës Vlen akuzon BDI-n se urren shumicën e shqiptarëve që e dërguan në opozit. Destruktiviteti i tyre dhe prirja për veshkatrim po marrin për masa shqetësuese, ata po bllokojnë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe po punojnë drejt për drejt kundër njërit prej parimeve themelore të marrëveshjesorit, deklarojnë nga Vlen. Sipas saj, për të shpëtuar përgjegjësisë penale për sjelljen e tyre korruptive në qeveritë e fundit të LSDM-s, grupi i vogël rreth Ahmetit po i ofrohet politikisht vëmros me qëllim që kjo parti të fitojë më shumë se 60 deputet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Përpjekja për të krijuar një pasqyrë të rem të drejtave të shqiptarëve është një tradhtim ndaj kauzës shqiptare, apelojnë nga koalicioni i qeverisës në pushtet. Vlen. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Minim të dialogut dhe stabilitetit në rajone, komentoi kryenegociatori i Kosovës Agron Bajrami deklaratën e presidentit Aleksandr Vučić se Kosova është pjesë e Serbisë. Përmes rrjeteve sociale ai paralajmëroi se nuk mund të ketë dialog të besueshëm, ndërsa njëra palë ende pretendon territorin e palës tjetër. Sipas tij, Beogradi vazhdon të riciklojë gjuhën e viteve 90, ndërsa nënvizoi se Kosova nuk do të negociojë ekzistencën e saj. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëroi për zgjedhjet parakoshme, ndërsa ka theksuar se para se të shkohet në një proces të rizgjedhor duhet krijohet një qeveri teknike. Daud Haradinaj nga Alianca akuzoi kryeministin Albin Kurti se po e shfrytëzon aparatin shtetëror për përfitime elektorale, duke pretenduar se ai nuk po garon si kryetari një partie politike, por nga pozita e pushtetit. Haradinaj kërkon një qeveri të përkohshme me pjesëmarrjen e gjitha subjekteve politike, përfshirë edhe lëvizjen vetëvendosje me qëllim organizimin e zgjedhjeve në mënyrë transparente dhe në kushte të barabarta. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama komentoi revolucionin e flamingove në Tiranë si rastin tipik të manipulimit të informacionit dhe përdorimit nga ndërhyrjet nga jashtë vendit. Në konferencën përballje me manipulimin e informacionit dhe ndërhyrjen e huaj, Shqipëria dhe konteksti i zgjerimit, Edi Rama kujtoi se manipulimi i informacionit nuk vjen më me uniform, por përmes rrjeteve sociale, videove të rreme dhe fushatëve të koordinuara. Kryeministri Edi Rama krahasoi këtë kërcënim me kalin e Trojës, duke thënë se në ditët e sotme nuk duhet një ushtri për të destabilizuar një vend. Besoj jeni mjaft të informuar për të ashtu quajturin revolucion të flamingove. Është në fakt një shembull i jashtëzakonshëm i një plase, një çarje që natyrisht edhe krijuar nga pra që u bë në fakt një mënyrë për të hyrë për armiqtë tanë, për të organizuar një operacion shumë të madh trollesh e avatarësh. Kryeministri tha se në epokën digjitale fuqia e një shteti nuk matet më me kapacitetet ushtarake apo ekonomike, por me aftësinë për të ndryshuar perceptimin e publikut dhe për të thelluar ndasitë sociale dhe minuar besimin tek institucionet demokratike. Ndërkohë që ecim me vendosmëri drejt fazës së fundit të bisedimeve të anëtarësimit për Bashkimin Evropian, është thelbësore të forcojmë rezistencën kundër kërcënimeve hibride, që në fakt nuk është ushtrim burokratik, por një hap mjaft i rëndësishëm drejt ndërtimit të një shoqërie rezistente, duke mos minuar në të njëjtën kohë vlerat e saj demokratike dhe mënyrën e saj demokratike të jetesës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.